Një deklaratë ish zëvendës komandantit të forcave detare Artur Meçollari ka rikthyer në qendër një histori që nis mbi 15 vite më parë dhe përfundonte kontrata e fundit me kompaninë franceze Thales. Sipas tij, largimi i ministrit Pirovengu shmangu një përplasje diplomatike me SBA-n pas përjashtimit të kompanisë amerikane Lockheed Martin nga projektet strategjike të radarëve. Deklarata lidhet me një moment konkret publik. Pyetja e një gazetare të Le Point, drejtuar Edi Ramës, ku kërkoi sqarimin nëse Shqipëria kishte favorizuar kompaninë franceze në kurrizë të partnerit amerikan në sektorin e sigurisë. Kjo pyetje nuk është episod izoluar, ajo lidhet me një seri vendimesh që kanë ndryshuar arkitekturën e mbikëqyrjes ajrore dhe detare në Shqipëri. 2010-2020, sistemi ndërtohet nga Lockheed Martin. Në vitin 2010, kompania amerikane Lockheed Martin ndërtoi sistemin e integruar të vëzhgimit të hapësirës detare. Ky sistem përbënte bazën e kontrollit të kufirit detar dhe ishte pjesë e standardeve të NATO-s. Në vitin 2020, Shqipëria firmosi një tjetër kontratë me të njëjtën kompani për sistemin e radarëve ajrore TPS-77 me vlerë rreth $22 milion. Radari u vendos në mjed dhe u bë funksional në nëntor 2020. Kontrata përfshinte instalimin, mirëmbajtjen, pjesët e këmbimit dhe trajnimin e personelit shqiptar. Ky ishte një projekt i plotë i integruar dhe i lidhur me partneritetin strategjik me SBA-n. Paralelisht me këtë bashkëpunim, nisi ndërhyrjet në mirëmbajtjen e sistemit. Në vitin 2011, mirëmbajtja e radarëve detar kaloi nga Lockheed Martin te kompania shqiptare Ideatel përmes një tenderi të klasifikuar. Kontrata 4 mujore kushtoi $487.000, ndërsa një vit më parë Lockheed Martin e kishte kryer për të njëjtën shërbim për $330.000. Auditimet e Ministrisë së Mbrojtjes konstatuan shkelje financiare dhe probleme në zbatimin e kontratës. Kontrolli teknik tregoi se një pjesë e radarëve nuk funksiononin siç duhet. Në vitin 2013, një tjetër tender u anulua dhe u ribë me fond të rritur nga $560.000 në $850.000. Procedura u zhvillua pa garë të hapur dhe Lockheed Martin u përjashtua. Kontrata përfundoi sërish te operator të përzgjedhur nga vetë ministria. Në vitin 2015, kontrolli i lartë i shtetit konstatoi se procedurat ishin të paligjshme dhe se duhet të ishin përfshirë kompaninë ndërtuese të sistemit. Kjo periudhë shënon pikën e parë të largimit gradual të amerikanëve nga mirëmbajtja e sistemit. Sipas të dhënave të publikuara që nga viti 2021, sistemet e ndërtuara nga Lockheed Martin, si ai detar ashtu edhe radari i mjedës, nuk mirëmbahen më nga kompania prodhuese. Kjo krijon një boshllëk teknik. Sistemet mbeten pa suport zyrtar, ndërsa çdo ndërhyrje e re bëhet pa garanci për integrim dhe funksionalitet të plot. Në këtë fazë problemi nuk është vetëm financiar, por operacional. Në 20 qershor 2025, ministri i mbrojtjes Pirovengu firmosi në Paris një marrëveshje me kompaninë franceze Thales për furnizimin me radarin Groundmaster 400 Alpha. Kontrata u njoftua nga vetë kompania, ndërsa në sistemin shqiptar të prokurimeve nuk rezulton një procedurë e hapur për këtë blerje. Radari ka kapacitet zbulimi deri në 515 kilometra dhe parashikohet të dorëzohet brenda 14 muajve. Por kontrata nuk shoqërohet me një dokument publik mbi koston totale dhe kushtet e integrimit me sistemet ekzistuese. Problemi i integrimit janë 3 sisteme pa një arkitekturë të qartë. Sistemin e radarit të ndërtuar nga Lockheed Martin, radarin ajror të mjedës gjithashtu nga Lockheed Martin, një radar të ri nga Thales. Sipas Meçollarit, integrimi i këtyre sistemeve mbetet problematik. Kjo lidhet me standarde teknike dhe softwarike, të cilat nuk janë automatikisht të përputhshme mes prodhuesve të ndryshëm. Në mungesë të mirëmbajtjes nga prodhuesi fillestar, rreziku rritet. Përjashtimi i një kompanie amerikane nga një sistem i ndërtuar prej saj dhe zëvendësimi me një operator tjetër nuk është vetëm çështje teknike. Në kontekstin e NATO-s, interoperabiliteti dhe besueshmëria mes partnerëve janë element kyç. Ndryshimi i kursit pa transparencë dhe pa strategji të qartë ngre pikpyetje për koordinimin me aleatët. Nga një sistem i ndërtuar dhe i mirëmbajtur nga Lockheed Martin, Shqipëria ka kaluar në një model të fragmentuar me kontratat pa qarta dhe me operator të ndryshëm. Pyetja nuk është pse u zgjodh Thales. Pyetja është pse u ndërprer bashkëpunimi me kompaninë që ndërtoi sistemin dhe pse kjo u bë pa një proces transparent dhe pa një plan të qartë integrimi. Në raportin vjetor për vitin 2024, Prokuroria e posaçme deklaroi se kishte regjistruar 483 çështje në hetim me 257 persona në hetim dhe kishte dërguar 41 çështje për gjykim. Por nga 483 çështje totale, pamfleti identifikoi vetëm 5 deri në 7 që lidheshin me mashtrimin e call centerave, forexin dhe kriptovalutat. Kjo pavarësisht se SPAK-u deklaroi në nëntor 2022 se dëmet nga këto mashtrime kapin vlerën e rreth 50 milionë eurove çdo 3 muaj, pra rreth 200 milionë euro dëm në vit. Përgjigjja e SPAK ndaj kësaj industrie është në terma statistikor pothuajse inekzistente. Në mars 2026, asnjë organizator i nivelit të lartë nuk është dënuar përfundimisht. Armand Josifi, të cilin SPAK e identifikoi
Si drejtues të një rrjeti që shkaktonte 50 milionë euro dëm në 3 mujor, jeton i lirë në Dubai. Vëllezërit Prekaj, organizatorët e Balkans Pro, janë në kërkim që nga janari 2026. Pamfleti kreu një kërkim të plot dhe arriti të identifikojë të gjitha dosjet penale të regjistruara për mashtrim me call center, forex dhe kriptovaluta që kanë kaluar nga SPAK nga viti 2022 deri në mars 2026. Dosja e parë, Milton Group, grupi Josifi. Procedimi u regjistrua në vitin 2020. Operacioni u finalizua në nëntor 2022 kur u kontrolluan 15 call centera në disa vende. Në Shqipëri u pastisën 6 call center, 4 persona u arrestuan. SPAK dërgoi për gjykim 5 persona në shkurt 2025. Dëmi dokumentuar 6.1 milion euro. Organizatori kryesor Armand Josifi, ish këshilltar i ministres Olta Xhaçka, bashkëthemeluesi një kompanie me Ulsi Ramën, vëllain e kryeministrit, nuk u përfshi në grupin e dërguar për gjykim. Josifi u arrestuan në Dubai në shtator 2023, por Spanja dështoi ta ekstradonte dhe u lirua. Në mars 2026, Josifi vazhdon të jetojë i lirë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dosja 2, Blue Energy Call, Globalix, Broker Z. Procedimi u regjistrua në dhjetor 2021. Në mars 2022, SPAK bastisi ambientet e kompanisë në Tiranë. 13 pandeur u dërguan për gjykim në qershor 2023. GKKO dënoi kryesuesit me 11 vjet burg secilin në korrik 2024, por në prill 2025, gjykata e posaçme e apelit prishi vendimin e dërgoi çështjen për rigjykim. Në mars 2026, ata presin rigjykim. Dosja 3, grupi Domi Mici. Procedimi u regjistrua në vitin 2021. Operacioni u finalizua në dhjetor 2022. Dëmi dokumentuar 15 milion euro. GKKO dënoi organizatorët me 8 dhe 7.4 vite burg, por apeli e rrëzoi vendimin duke rikthyer çështjen për rigjykim. Në mars 2026, ata presin rigjykimin. Dosja 4, operacioni Pandora. Procedimi u finalizua në korrik 2024. Dëmi dokumentuar 365.000 euro. Në mars 2026 nuk ka informacione se çështja është dërguar për gjykim. Dosja 5, Balkans Pro, vëllezërit Prekaj. Në janar 2026, SPAK bastisi call centerin Balkans Pro. 6 operator u arrestuan. 3 pronarët Alfred Agim dhe Arjan Prekaj mbetën në kërkim. SPAK dërgoi për gjykim 17 persona të akuzuar për shvatjen e 4.7 milion eurove nga rreth 1200 shtetas italian. Në mars 2026, vëllezërit Prekaj vazhdojnë të jenë në kërkim. Dosja 6, Kapital SHPK 1001, Rafael Genish. Kjo dosje u hetua nga Prokuroria e Tiranës. 39 të pandeur u dërguan për gjyq në nëntor 2024. Në mars 2026, gjykimi është në vazhdim. Bilanci 4 vjet, 0 dënime përfundimtare. Në mars 2026, bilanci është të paktën 7 dosje të regjistruara, rreth 80-90 persona të dërguar për gjykim dhe 0 dënime përfundimtare për organizatorët e nivelit të lartë. 2 vendimet të GKKO-s janë prishur në apel. Armand Josifi jeton i lirë në Dubai. Vëllezërit Prekaj janë në kërkim. Giulio Malaj u lirua pa shpjegim. 200 milion euro dëm, 1.5% e çështjeve të SPAK. Sipas raportit vjetor të SPAK-ut për vitin 2024, çështjet që lidhen me call centerat përbëjnë vetëm 1 deri në 1.5% të totalit të çështjeve në netim, ndërsa ato të dërguara për gjykim zon 2.4 deri në 4.9% të totalit. Në të njëjtën periudhë, dëmi vjetor i gjeneruar nga kjo industri vlerësohet rreth 200 milion euro. Për krahasim, totali aseteve të sekuestruara nga SPAK të gjitha llojet e krimeve së bashku arriti në 65.5 milion euro. Me fjalë të tjera, vetëm industria e call centerave mashtruese prodhon 3 herë më shumë dëm se sa SPAK-u arrin të sekuestrojë në tërësi nga e gjithë veprimtaria kriminale në vend. Pse nuk funksionon sistemi? Mungesa e rezultateve lidhet me disa faktorë strukturor. Së pari, ndeku i kapaciteteve. SPAK ka rreth 17 prokuror për gjitha llojet e krimit, ndërsa mashtrimi kibernetik është teknikisht i komplikuar dhe kërkon burime të mëdha njerëzore dhe teknike. Së dyti, problemet në gjykat. 2 vendimet kryesore të GKKO u prishën në apel, duke minimizuar efektin friksues të drejtësisë. Së treti, lidhjet politike. Armand Josifi, ish këshilltar i një ministre dhe bashkëpunëtor i vëllait të kryeministrit, nuk u përfshi në grupin e dërguar për gjykim pasi SPAK ja kaloi hetimin Spanjës, një industri që gjeneron 200 milion euro dëm në vit dhe punson 25.000 persona. Mund të adresohet me 7 dosje në 4 vjet. Pyetja nuk është vetëm teknike, a ka vullnet politik për shkatruar industrinë e call centerave, kur organizatori kryesor i rrjetit më të madh të mashtrimit rezulton të jetë ish këshilltar i një ministre dhe partneri i vëllait të kryeministrit, përgjigjja bëhet e vetkuptueshme.
Edi Rama publikoi sot të dhënat e Bertelsmann Transformation Index BTI 2026, duke e paraqitur Shqipërinë si vendin më të avancuar në rajon për transformimin politik dhe qeverisjen. Kryeministri e cilësoi raportin si një vlerësim që nuk do ta gjeni në kanale e portale, duke theksuar renditjen e Shqipërisë me 7.70 pikë në transformimin politik. Edi Rama publikoi sot të dhënat e Bertelsmann Transformation Index BTI 2026, duke e paraqitur Shqipërinë si vendin më të avancuar në rajon për transformimin politik dhe qeverisjen. Kryeministri e cilësoi raportin si një vlerësim që nuk do ta gjeni në kanale e portale, duke theksuar renditjen e Shqipërisë me 7.70 pikë në transformimin politik dhe 6.71 në qeverisje. BTI është një indeks që publikohet çdo 2 vjet nga fondacioni gjerman Bertelsmann Stiftung dhe mbështetet në vlerësime ekspertësh për 173 vende. Por pikërisht kjo metodologji ka qenë objekt kritikash të vazhdueshme, pasi rezultatet varen nga perceptime dhe jo vetëm nga tregues të matshëm. Rama zgjedh të referohet te BTI, por shmang raportet që japin një panoramë tjetër për Shqipërinë. Indeksi i perceptimit të korrupsionit, CPI, i Transparency International për vitin 2025 e rendit Shqipërinë me 39 pikë nga 42 një vit më parë. Vendi ka qenë me 11 pozicione në renditjen globale, nga vendi 80 në vendin e 91 mes 180 shteteve. Ky është një nga indikatorët kryesor ndërkombëtar për korrupsionin në sektorin publik. Në të njëjtën linjë është edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve. Dokumenti evidenton korrupsion të përhapur në administratë, drejtësi dhe prokurime publike, konkurrencë të shtrembëruar, ekonomi informale dhe pastrim parash. Raporti përmend konkretisht mungesën e transparencës në kontratat PPP, analizat e dobta kosto-përfitim dhe ndryshimet e shpeshta fiskale si faktor që largojnë investitorët. Shqipëria vijon të mbetet në listën gri të FATF për pastrimin e parave që nga viti 2020. Pra kemi 2 tablo të ndryshme, një indeks që mbështetet te vlerësime ekspertësh dhe që e vendos Shqipërinë në krye të rajonit, dhe disa raporte ndërkombëtare që maten me indikator konkret dhe që evidentojnë rënien dhe probleme strukturore. BTI nuk është një raport i pavlefshëm, por nuk është standardi kryesor për të matur korrupsionin apo klimën reale të qeverisjes. Ai mat kapacitetin e transformimit dhe jo domosdoshmërisht rezultatet në terren. Përzgjedhja e Ramës për të nxjerrë vetëm një raport tregon një përdorim selektiv të dhënave. Në një kohë kur Transparency International dhe Departamenti i Shtetit evidentojnë rënje dhe probleme serioze, një renditje e favorshme nuk mjafton për të mbuluar realitetin. Debati nuk është për një indeks të vetëm, është për kontradiktën mes propagandës dhe të dhënave që dalin nga disa burime ndërkombëtare njëkohësisht.